Është prezantuar në sallën e Këshillit Bashkiak në qytetin e Pogradecit një kërkim shkencor nga Universiteti Fanstilianoli në partneritet me shoqatën Korça Alpin dhe mbështetjen e Akshit, ku fokusi kanë qenë liçenet Akullnajor të Lukovës, liçeni i Pogradecit dhe burimet e Drilonit. Eriseld Kalemaj tregon se ky projekt është rrirë në disa plane në atë mjedisor, analizave laboratorike të ujit dhe atë shëndetësor. Burimet natyrore në rajonin e Korçës, vlerat mjedisore, shëndetësore dhe turistike. Sot jemi fokusuar tek territori i Bashkisë së Pogradecit dhe si objekt studimi janë marrë liçenet Akullnajor të Lukovës, liçeni i Pogradecit dhe burimet e Drilonit. Ky studim, ky projekt kërkimor ushtri në disa plane, ushtri në planin mjedisor, në planin e analizave laboratorike të ujit, edhe në atë të shëndetësor. Gjithashtu u bën edhe pyetësor dhe intervista me komunitetin për sa i përket lidhjes që ata kanë me këto vendburime ose hidromonumente. U bë i gjithë ky studim për ta pasur më të plot, më të diversifikuar informacionin dhe për të pasur më të kompletuar, si të thuash, të dhënat faktike dhe shkencore lidhur me këto burime. Ndërkaq, për sa i përket liçeneve Akullnajor të Lukovës, Eriseldi tregon që fillimisht nuk kanë pasur asnjë informacion, ndërsa ky studim po bën hapin e parë për të parë përmbajtjen ujore të këtyre burimeve. Me veçanta ishte sepse liçenet Akullnajor të Lukovës kanë përmbajtje deri te këtu magnezike, që do thotë mund të jenë kurative, sidomos për muskujt, pra më kanë dhe vlera shëndetësore. Gjithashtu përgjithsisht dolën ujëra të pastër, por që ka nevojë dhe për një reflektim nga ana e ndërhyrjes së njeriut. Ja potenciale, të jashtëzakonshme, ne i njohim pak, dhe këto duhen promovuar dhe duhen lançuar për të pasur një vlerë edhe në aspektin turistik. Kalemaj tregon se ky projekt ka për qëllim që zbulimet për këto burime të jenë më konkrete dhe kështu të promovohen si një vlerë kulturore e historike për këtë qytet për të bërë kështu edhe atraksione turistike.